Kënaqësi që takohemi përsëri në Reze Dielli. Unë jam në studio me Sokol Prengën. Kënaqësi që jeni këtu. Të falenderoj për prezencën. Sokoli vjen në studion ton për të promovuar atë që duhet ta promovojmë të gjithë, sepse siç e thash edhe më herët, ka nisur për herë të parë muaji kuzhinës shqiptare në botë. Sigurisht që kuzhina jonë kemi çfarë t'i tregojmë botës për kuzhinën tonë. Dhe ushqimi dhe kuzhina nuk është vetëm një kënaqësi e çastit, ajo çka ne na shoqëron në përditshmërinë tonë, por është identitet, është kulturë. Është e vërtetë. Ne kemi mjaftueshëm për t'i treguar gjithë, duke qenë se përveç karakteristikave tona, domethënë si popull, jemi mos harro që jemi mesdhetar. Dhe kemi një pasuri në prodhimet që na jep toka pafund, kështu që kemi mjaftueshëm. Se çfarë po ndodh përgjatë gjithë muajit nëntor, ne kemi përmbledhur në një material të shkurtër atë që platforma Alpchef ka bërë më së miri përgjatë këtyre muajve, është përgatitur për të mbledhur të gjithë shefët anë kënd botës, shefat e kuzhinës, që ata në vendet ku ata punojnë të promovojnë kuzhinën shqiptare, gatuajnë shqip me produkte shqiptare për klientët e huaj. Ndiqeni pak këtë material dhe rikthehemi, diskutojmë për detajet. Shqipëria jonë e pasur me bukurinë natyrore, art, kulturë e tradit, ka gjithashtu një kuzhinë të larmishme, e cila përfaqëson edhe një pjesë të identitetit ton. Një nisëm e bukur është ndërmarrë së fundi nga platforma Alpchef, e cila për herë të parë ka bërë bashkë shefat shqiptar të kuzhinës kudo në botë, në një edicion i cili synon ta vendos kuzhinën shqiptare në hartën ndërkombëtare të gastronomisë. Organizimi muaji i kuzhinës shqiptare në botë po zhvillohet përgjatë gjithë muajit nëntor. Ky event është shtrirë në qytete të ndryshme, në Rom, në Athinë, në Berlin, në Madrid e Kopenhagen, si dhe shumë qytete të tjera. Pjesë e programit janë mbrëmjet gala, eventet e degustimit dhe pop-up dinner, ku çdo pjatë ka një histori të vetën, që flet për kulturën dhe natyrën shqiptare. Verat e përzgjedhura janë nga kantinat shqiptare, nga të gjitha trebat, të cilat shoqërojnë menut e krijuara për këtë rast, duke plotësuar përvojën e degustimit me aroma dhe karakterin e tokës ku janë prodhuar. Kjo nisëm nuk ka lënë jashtë as publikun, i cili gjithashtu është bërë pjesë e degustimit të pjatave, që përgatiten nga duart e shefave shqiptar. Për më tepër do të flasin organizatorët. Ne besojmë se ushqimi është më shumë se një nevojë fizike. Është kulturë, kujtim, identitet dhe krenari. Okej, atëherë Sokol, si lindi ideja për të krijuar muajin e kuzhinës shqiptare në botë dhe çfarë pritshmërish keni ju? Flasim dhe për detajet pak për kuzhinierët tanë. Ideja ka qenë gjithmonë, le ta themi kështu në një formë, ka qenë me ne gjithmonë. Pasi ne kur them ne, jam unë edhe disa të tjerë, që e kemi nisur që për shumë vitesh, domethënë që e bënim këtë punë në numra të vegjël, pra 1 darkë, 2 darkë etj. Në vende të ndryshme të Europës. Unë e kam bërë dhe me shefat të tjerë, bashkoheshim bashkë me shefat të tjerë nga shqiptar, po që jetonin në vende të tjera, shumë Kosovë, Sloveni, Itali. Dhe organizoheshim 2-3 grupe të vogla dhe bënim darka të tilla, domethënë nëpër Evropë. Tash ideja lindi për ta bërë sa më të strukturuar këtë gjë, sepse është më institucionalizuar, sepse në fund fare ngele një darkë që e bënin 2-3 shefa dhe kaq aty mbaronte. Po që nuk jepte atë goditin që duhet t'japi vërtet gjëja që neve kemi menduar. Dhe menduam që ta organizojmë një formë tjetër, pra të bëjmë si tip, le ta themi, celula të pavarura, siç mund të jenë shefa kuzhina apo restorante ku të zotët janë shqiptar nëpër Evropë, që të organizojnë darka apo dreka, minimumi 1 në muaj nëntor. Mund të ketë dhe dikush që mund ta mbajë dhe javë komplet shqiptare, por çfarë si ka, një natë duhet të jetë. Dhe bëm si thosh hapjen e gjithë kësaj platforme, kemi bë po prap në një vend shumë të këndshëm në Milano, është një qendër kulturore që drejtojnë shqiptar. Atje është Besmiri, djali nga Shkodra, shoku jon, miku jon, që është shumë i aftë të organizojë çdo gjë të këndshme që lidhet me kulturën, aktivitetet të ndryshme, po. Dhe ne vendosëm që të shkojmë atje, vajtëm bëm një darkë promovuese me gatesa shqiptare dhe
I shpjeguam të gjithë atyre se kush ishte qëllimi I gjithë kësaj gjëje dhe me kohën arritëm që të paktën jemi në gati 12 qytete të ndryshme këtë vit, domethënë që shqiptarë që brenda nëntorit në 12 qytete të ndryshme do gatuhet receta tradicionale shqiptare. Përveç kësaj ne kishim edhe qëllim që ju ofruam Ministrisë Jashtme, e cila na mbështeti, duke e mbështetur ne, kuptohet që të dërgonim nga Shqipëria shefa shqiptarë të cilët në aktivitetet që ambasadat tona nëpër Evropë apo nëpër botë bëjnë për ditën kombëtare, ne të ofrojmë ndihmën tonë duke I dërguar shefat shqiptarë që ato çka ato ofrojnë për të ftuarit e tyre të jenë gatesa shqiptare. Po kështu edhe verën, çojmë verën shqiptare. Vaj ulliri po ashtu. Vaj në ullirit. Dhe të gjitha ato prodhime të cilat na lejohen, domethënë janë brenda ligjit. Janë të certifikuara. Po, jo vetëm, po janë brenda ligjeve që kemi ne me Komunitetin Evropian, pra marrëdhëniet që neve kemi për sa I përket lëndës parë. Tani, si ka ecur deri më sot? Se jemi në mes të nëntorit, cilat shtete është promovuar kuzhina shqiptare, cilat janë pritshmëritë tuaja për imazhin që të lërë kuzhina shqiptare në botë? Ne përshtypjet I kemi marrë vit mas viti, domethënë pak nga pak. E fundit fare ishte vjet në Spanjë, në Madrid, ku organizuam për ambasadën tonë në Madrid, domethënë ishim shumë, ishin 250 të ftuar që kishte ambasada, përshtypjet ishin shumë të mira, shumë njerëz habiteshin sepse nuk e kishin asnjë lloj ideje se si mund të hajnë në Shqipëri. Dhe shikoj që kishte emocione, se kuzhina t'jep çik emocion kur ushqimi, kur ti ndjen t'jep një kënaqësi vetë, plus se ne kishim shoqëruar vjet të paktën me çdo gjë që mundi e kishim marrë që këtej. Dhe ishim përshtypje shumë mira. Këtë vit e filluam në datën 5, ka qenë e para, ka qenë në Zagreb. Ambasada shqiptare në Kroaci organizoi një darkë të tillë, pastaj është organizuar në Kopenhagen, është organizuar në Torino, tash janë me radhë të gjitha këto janë shtetet që do të jenë tash janë Zvicra, është Gjermania, në Berlin, ambasada jonë në Berlin, po presim ambasadën në Holland, që të caktoj datën. Kishit kërkesa edhe për të Evropës, deri në Kinë do të çonit, apo? Është e mundur të Jo që kishim, po do të organizohet. Është një shqiptar në Shenzhen, ai atje ka një restorant të vetin, dhe u emocionu shumë që ai mund ta bënte këtë gjë, domethënë dhe të ishte pjesë e gjithë kësaj lëvizje. Dhe ai nga data 27 më duket diçka e tillë do të organizojë dhe një darkë shqiptare. Do vi dita kur, siç themi për shembull kuzhina italiane, që është një kuzhinë si thuash e njohur në mbar botën, pra që e njohin se çfarë. Ose ka një peshë të madhe kur e thua, kuzhina franceze. A do vi dita që të thuhet edhe kuzhina shqiptare? Unë them që dita do vi, vetëm nëse ne lëvizim zgjuar. Domethënë, nëse ne do jemi shumë të zgjuar, do të vi dita shumë shpejt. Pasi shpesh në mënyrën se si ne përjetojmë ditët tona, ne shpesh kemi dëshirën e madhe që të krahasohemi. Dhe ti pa dashje dhe një model krahasimi, se të vjen natyrshëm. Nëse ne nuk do ecim me mendimin që të krahasohemi, pra që të bëhemi aq të famshëm sa që mund të jenë italianët apo francezët, shpejt do të gabojmë. Kështu që unë them që le të promovojmë atë që kemi. Me mënyrën tonë, ne po mundohemi që në vitet që do të vinë, për shembull në vitin tjetër që do të jetë goxha më I madh numri I shteteve që do të zhvillohen edicione të çdo vit. Ky është edicioni I parë. Ky është edicioni I parë dhe ne kemi planifikuar që gjatë vitit kalendarik ne të ofrojmë edhe workshope të ndryshme, trajnime në thojza për shefat, të cilët kanë dëshirë të marrin pjesë, po mund të jenë rritur nëpër Evropë dhe kontakti me kuzhinën tipike nuk ka qenë I madh, dhe përpasoj kanë nevojë që të marrin dije rreth kësaj. Atëherë ne do organizojmë në Tiranë në disa data të ndryshme. Pra do të ftoni shefat nga jashtë të vinë këtu në Shqipëri për të njohur më shumë me traditën, me kuzhinë, me produkte gjithashtu. Ose do të çojmë shefat për shembull në vende si Gjermania apo Italia, që intensiteti është shumë I madh. Ka një numër shumë të madh, domethënë shqiptarë që punojnë në industrinë e gatimit,
do organizojmë workshop-e atje, për shumë 2 ditë, 3 ditë e tjera atje. Recetat tipike tradicionale, Sokol, që ndojnë ashtu si që janë në traditën, autenticitetin e tyre, në tabanin ton, apo futen dhe element, modernizohen? Atëherë, neve kemi ndërtuar një filozofi, e cila ndahet në 2 pjesë, receta dhe prodhimi. Pse, marrim të parën recetën që është baza e gjithçka. Dhe më thënë, ne duhet të ruajmë shijen. Çdo shef ka personalitetin e vet dhe mund të ndikojë në formim të pjatës apo në një modelim të pjatës në një formë që ai do, ose të ndjeki teknika të ndryshme. Marrëveshja është e tillë që në fund fare shija duhet të jetë e njëjtë. Pra mos kemi shije që mos jetë gjë e gjëz. Patjetër, po. Është arritur deri tani nga shefat në shtetet që është marrë pjesë. Po, shumë mirë. I kanë arritur recetat që janë përfaqësuar shefat e kuzhinës. Për shembull, duke nisur nga Zagrebi e vazhdojmë tek qytetet e tjera që përmende që janë zhvilluar. Zagrebi ishin djemt nga Shkodra, shumë të aftë. Taf Krapi? Po, ata gatuan bile, ishin edhe dromcat që i kanë qef ata rështnicat, i kishin gatu jashtë masë mirë. Dhe pjesë të Shkodrës, të recetave të Shkodrës, po jo vetëm. Pasi neve që të thash, edhe kolona e dytë është produkti. Ne duhet të promovojmë edhe produktin shqiptar. Pra prodhimet shqiptare që t'jemi gati që në një çast të kohës, kur kuzhina t'jetë e njohur, ata që do t'interesohen dhe për produktin. Që të thonë të tjerët kuzhina shqiptare, si shtemi në kuzhina interesohen dhe që ndodhë, ka 2 mënyra. E para është receta që na vjen, që na ka ardhur nga koha, e dyta është produkti. Ne marrim një produkt shqiptar që është rritur, i jepet shefit kuzhinë dhe shefi kuzhinë ndërton recetën mbi të. Pra krijon një recetë bazuar tek elementet e traditës, krijon një recetë dhe ti në këtë mënyrë promovon dhe një recetë e cila është e re, po promovon produktin. Pra në një farë mënyrë i bëhet një ndihmë e madhe prodhuesve. Në këtë mënyrë edhe shefat promovojnë veten, promovojnë kuzhinën shqiptare, bëhen ata më të njohur, mbi të gjitha i tregojnë botës se kemi çfarë të themi përmes kuzhinës shqiptare. Qëllimi ky është neve në një të ardhmen shumë të afërt do të bashkojmë të interesuarit jashtë kufive me çka ka prodhuar Shqipëria. Më thuaj pak si kanë reaguar ata që kanë provuar pjatat, recetat tipike tradicionale në vendet në të cilat është mbajtur ky tradicion. Ja përvojat që kam qenë prezant vet, ka një reagim. Në fillim është habia, pastaj është shija. Pastaj ka dhe një, sepse shumë prej tyre duke provuar shumë në mesdhe, që mund të kemë provuar kuzhina të ndryshme në mesdhe, gjenë edhe ngjashmëri. Sepse pak a shumë edhe në recetat tona ne kemi edhe ndikimin rajonal. Patjetër që kemi një ndikim të jashtëzakonshëm, otoman. Ndikim rajonal, otoman etj. Dhe i bën shumë të ndjeshëm ndaj kësaj, pasi në mendjen e tyre kjo gjëja nuk ekzistonte deri dje. Dhe ishte si një thosh një hapësirë boshe në hartën e tyre në mendje, se nuk kishin informacion fare. Pra kishin informacion për gjithë fqinjet rreth e qark, po për ne jo. Dhe kur arrin që gjejnë aq shumë bollik në kuzhinën tonë, se për fat mirë ne kemi mjaftueshëm bollik, habitën, dhe të kënaqje patjetër. Sidomos ka lënë një gjurmë shumë të madhe dhe verat, që ne çojmë me vete kudo që shkojmë. A është vera jonë e vlerësuar aq sa duhet në tregun evropian? Unë nuk di të them si janë... Kemi janë... një verë të mirë që ne çojmë jashtë edhe... Unë nuk di të them se sa vlerësohet, sepse edhe vlerësimi i verës nuk është shablon, më kupton, ka verat vlerësohen sipas grupeve dhe kategorive të ndryshme. Po unë di të them që ne tash kemi edhe vera shqiptare që janë hyrë tek linja e verave organike. Gjë që tash në Evropë është një lëvizje shumë e madhe verave organike. Kështu që shpejt duke qenë dhe tek harta europiane verave organike, interesi do të jetë shumë i madh. Si nuk e kemi enda të kulturën këtu në vendin tonë që të konsumojmë shqip, të konsumojmë produkte shqiptare. Po themi, është verë mirë, kjo është verë italiane. Patjetër që është verë mirë, po do vi koha, ka ardhur koha që ne të krenohemi dhe me verën tonë. Patjetër që po, ka disa vite, po duhet pak kohë, e kupton, sepse të gjithë gjërat përsa i përket ushqimit lëvizin pak me kohën, më kupton.
duhet që edhe vetë prodhuesit shqiptarë të verave të jenë çik më të pranishëm në treg, në forma të ndryshme, domethënë le të bëhen edhe pak agresiv. Duhet bësh çik agresiv, domethënë që ti të jesh në treg. Gjithsesi tregu i restoranteve ka një prani më të madhe se sa njerëzit e përditshëm. Pra ti sot i gjen me rëndom në restorante verat shqiptare. Ka plot. Ndërsa tregu i përditshmërisë pra njerëzit e kanë çik të vështirë akoma. Të ambientojnë dhe të adaptojnë në kuzhinën e tyre, në shijen e tyre. A ka qenë e vështirë ti bësh bashk shefat nga diaspora për këtë event të rëndësishëm të prezantimit të kuzhinës shqiptare në këto shtete? Apo një lajmërim dhe janë të gatshëm për që në aty? Ne jemi treguar mjaftueshëm jo inteligjent, po strategjik në këtë pikën, pasi vetë formula që kemi krijuar, siç të thash, janë celula individuale. Kështu që gjithë secili prej tyre vetë kontrollohet në gjithë këtë gjën që kemi ne. Kështu që nuk është nevojë të bësh shumë veta bashk. Maksimumi që do bëhen janë 2 veta, pse është shefi kuzhinës edhe ose një që i çojmë neve për ndihmë. Dhe sa e vështirë ose cila ka qenë sfida në restorantet ku do të gatuhet shqip? Nuk ka vështirësi, është thjesht ka pas vështirësi në thojza organizimi për të organizuar sa më mirë, për të përshtat mënyrën si do të gatuhet me kushtet që ata kanë dhe me dijet që ata kanë. Po ne thash kemi zgjidhur shumë thjesht. Çojmë një shef kuzhine nga Shqipëria, 1 ose 2 sipas numrit që ka ai dhe gjithçka mbyllet, mbaron. Produktet vijnë nga Shqipëria aty? Shumica atyre që nuk i gjejmë dot në që janë tipike të traditës. Por që të thash që janë brenda ligjeve të Komunitetit Evropian. Pra ne nuk eksportojmë dot bulmet dhe mish. Kështu që gjërat e tipo nuk është s'është një halli madh, kupton, sepse në vendet që ne kemi rreth e qark apo në vendet e Europës ka një nivel lëndë të parë, domethënë eksporti që vjen dhe nga vendet rreth e qark Shqipërisë, që kanë ngjashmëri shumë të madhe, siç janë bulmetrat apo sa për mishin. Ne kemi njohur shumë histori të suksesshme të shqiptarëve, të cilët e kanë nisur nga zero, ama sot janë pronar të restoranteve dhe bizneseve mjaft të njohura dhe në zona shumë të mira të qyteteve të mëdha të Europës. Ka bërë përshtypje kjo gjë gjatë kësaj kohe në këtë platformë, duke i kërkuar shefa, duke i njohur ata dhe duke kuptuar se çfarë fuqie ka pas shqiptari për të arritur suksesin? Unë edhe për shkak të punës, edhe për shkak të aktiviteteve që ne kemi bë gjatë viteve, kam arritur të dalloj, domethënë se sa i madh është numri atyre shqiptarëve që drejtojnë restorante. Jo vetëm shqiptarë brenda territorisë së Shqipërisë, domethënë hartës politike të Shqipërisë, po ke shqiptarë të Maqedonisë, ke shqiptarë të Kosovës, ke shqiptarë të Malizi, janë kudo. Deri dje mund të kenë qenë pak të fshehur nën petkun, po patjetër. Po pse të fshehur? Të fshehur nën petkun që thonin nga që bënin kuzhinë italiane, bënin restorante italiane dhe thoshin që jemi italian. Sot sa vjen më shumë ai numër po bie dhe të gjithë po. Pra ti shkon në një restorant luksos që gatuhet aq mirë dhe kupton aty rastësisht që pronari është shqiptar. Unë më ka qelluar edhe në vende të tjera, edhe në Spanjë për shembull, një restorant mjaftueshëm prestigjioz, domethënë në Madrid. Shefi sallës ishte shqiptar, shefi kamarierëve ishte shqiptar. Kudo, janë shumë të aftë. Ne përveç shefave tash po kryejmë dhe një rrjet dhe me drejtues për shembull të sallave ose sommelier, të cilët shumë shpejt domethënë do të organizojnë edhe përveç gatimeve, do të kemi edhe degustime verash në vende të ndryshme të Europës. Ku sommelierët shqiptarë do të organizojnë, do të marrin prodhimet që këtej dhe do të organizojnë këto. Po. Ky është viti i parë i organizimit i këtij edicioni të jashtëzakonshëm të kuzhinës shqiptare. Si e mendon pas disa vitesh, duke organizuar, duke promovuar kaq shpesh në këto vende kuzhinën shqiptare? Në çfarë dimensione shef më pas gastronomin ton? Në këndvështrimin ton, pra ato pritshmëritë që ti ke. Pritshmëria jonë është kjo që është e ndërsjellët, pra me atë çka ne po bëjmë jashtë, po mos harro edhe këtë tjetër me numrin e këtyre që vinë në Shqipëri turistëve. Çfarë ndodh tash? Ndodh që ky numër i madh i turistëve që vinë në Shqipëri dhe provojnë
kush më shumë, kush më pak në për restorantet që ka në Shqipëri kuzhinë tradicionale, kur kthehet në vendin e tij, fillon dhe interesohet. A ka në vendin ku ne jetojmë një kuzhinë shqiptare se e kemi provuar në Shqipëri? Në çastin që ne krijojmë këtë rrjetin dhe këta shefa kuzhina apo pronar restorantesh identifikohen si të tillë në platformë, sot është shumë e lehtë që të gjendet kudo. Kështu që me kohën këta përveç një dite, qëllimi jonë është që këta dhe gjatë vitit në menut e tyre të kenë 1, 2, 3 zgjedhja e tyre, domethënë receta shqiptare. Dhe kjo do bëj që kjo është shumicë njerëzish që janë këtu në Shqipëri, shkon atje, kërkon kuzhinën shqiptare dhe bëhen në një farë mënyre është një benefit për ata që i kanë këto restorante. Si do që këtu ke restorante italiane, restorante... Dhe duke bërë ne të mundur edhe promovimin dhe të produkteve shqiptare, të mundshme që mund të jenë eksporti, ka dhe një rritje, është një lloj zinxhiri që kërkon një kohë dhe hapa të matura që mos bëjmë gabime në... Dhe kjo është arsye që unë po të thojë në fillim fare që ne përpiqemi që dhe shefat ku shkojnë që gatuajnë të ruajnë identitetin e pjatës të shijes. Të mos e tjetërsojnë ato. Se do kishte një përplasje pasaj, ai turisti që kishte ardhur në Shqipëri, do e provonte, do shkonte atje, nuk do gjendet një gjë. Kjo është ai gabimi që të duket sikur fillimisht nuk dallohet, po me kohën bën një dëm të madh. Shefat që janë të interesuar që janë bërë pjesë e kësaj platforme janë kryesisht të rinj? Po. Në mosh? Janë të gjithë të rinj në mosh. Dhe është interesante, se vjen dhe nga baza, nga familja, tradita, produktet. Po, sepse atyre i është, atë bënën qik edhe largësia që mund të kenë pas me Shqipërinë. I kanë kujtuar, ka një nostalgji, i kujtojnë ajo pjata e ngrohtë e serviru nga gjyshja. Mos harrojmë dhe këtë tjetër që në këto vitet e fundit, nga qa kemi dëgjuar dhe në përvende ndryshme të Europës, niveli me të cilën flitet për Shqipërinë, për pjesën edhe pjesën turistike, po dhe pjesën e mikpritis e tjerë është në nivelet mira. Kështu që dhe ata pa ndonjë problem të madh e shfaqin veten si të tillë dhe duhen të bëhen pjesë e kësaj. Dhe kërkojnë shumë. Ne tash po bëjmë dhe një përveç drekave apo darkave, po xhirojmë recetat shqiptare, të cilat do të hidhen shpejt në një link që ne do kemi ose të webit ose në YouTube, ku këta shefa shqiptarë që mund mos ta kenë mundësinë as të vinë për arsye të punës, ose mund mos bëhen dot pjesë e workshopeve që do bëjmë ne. Po recetën mund ta regjistrojnë. I gjejnë recetat shqiptare, i gjejnë aty me emërtim produkti, me recetë të saktë, me shef kuzhine i cili flet, tregon histori, nuk Praktikisht nuk është një demonstrim, por është dhe histori, është dhe produkti që flet. Ne jemi munduar që të zgjedhim për shembull për çdo gatesë shefin e kuzhinës nga origjina e gatesës. Pra nëse gatuem recetat Vlorës, gatesat Vlorës, marrim një shef kuzhine nga Vlora. Do ishte më e mira, po. Ashtu e kemi bërë deri tash. Kemi lista e shefave që presin të vinë të regjistrojnë recetat, është mjaftueshme e gjatë. Kështu që shumë shpejt, domethënë në mbarim të muajit nëntor do fillojnë dal nga dal të hidhen edhe videot e para. Në faqen tuaj të Alpshef. Më thuaj pak në aspektin profesional, sa të përmbush kjo iniciativë, kjo nismë e bukur, duke qenë se ke kaq vite që merresh me kuzhinën dhe promovimin e saj, është dhe një lloj krenarie për ty si shef kuzhine? Unë do të them vetëm një kështu një hollësi të vogël. Vjet në Spanjë ishte një tavolinë diku ke 16 metra e gjatë, ku ishin gjitha gatesat, dhe një tavolinë tjetër ku ne kishim nxjerr vajrat e ndryshëm të ullirit që kishim marrë që këtej për t'i provuar njerëzit. Dhe unë di të them që në fund fare, në fund të gjithë drekës, kishte ngel një pjatë e vogël kaq me ullinj, që nuk ishte ngrënë. Kështu që ishte një ti ndjesh, po jo është një lloj ambicie profesionale që ti sepse edhe njerëzit të qasen në një formë tjetër. Sepse unë jam i mendimit, duke qenë se mas 30 e kusur vitesh në këtë fushë, ti arrin të njohësh mendsinë e një kombi apo mënyrën apo kulturën dhe nga një pjatë që të ofrojnë, në mënyrën se si e drejtë, sepse e thamë që në fillim që ushqimi është histori, është histori, është kulturë, dhe ti nuk e nevojë që të kesh qenë kurrë në atë vend, por që të shikosh mënyrën se si ata gatuhen ose llojet e ndryshme, aty e kupton
kulturën, mikpritin apo shumë... Bukur fort. Shumë sukses, e cili është shteti radhës që do të Shteti radhës është Madridi prapë. Madridi, në cilën Pastaj janë me radhë është Zvicra, kemi lart në Cuneo, Rom, Athinë, Hollandën e presim akoma. Kështu që janë disa... Super, shumë sukses dhe shumë sukses dhe të gjithë shefave. Ne jemi drejt fundit, kështu që nuk do doja të përcjellja, duke qenë se i përket fushë dhe aq më tepër që promovojmë kuzhinën edhe në kuzhinën tonë përmes Albanës, sot gatuar dhurata, por promovojmë kuzhinën shqiptare, tabanin shqiptar. Dhe kur ndjejmë lloj kënaqësie ne, që në këtë Shqipërinë kaq të vogël të ruajmë traditën dhe tabanin, imagjino ju që këtë kuzhinë keni çuar anë kënd botës. Shkojmë të provojmë recetat tona bashkë me Sokol Prengën. Shpresoj të jenë gati dhurata, si thua? Po përmbysim kekun. Aty si për ja vendosim? Duam pak atë lakrorin. I thash Sokolit që do kemi përgatitur lakror me arme. Me lakër arme, nga zona e Korçës. Dëgjova dhe llapin turshi, kështu po s'm pëlqeu fare. Ja më mirë arme. Arme është e jona. Vetë kë kuzhinë preferon nga... Unë preferoj gjithçka që ma vjen para në pjatë. Cila është pjata jote preferuar e kuzhinës shqiptare? Të gjitha? Nuk kam, unë ha... Po ka një gjë që të treq më shumë, një që të ngacmon më shumë, një që të kujton fëmirinë. Unë jam rritur nga një nën që ka qenë gjysmë Berat, gjysmë Korçë. Pra tjatin e ka pas nga Berati, tjemen nga Korça. Një ndërthurje interesante. Interesante dhe ushqeheshim mjaftu shumë mirë. Dhe më thënë, mu pjesa që kishim nga kjo pjesa e Korçës, më pëlqen dhe jashtë masë shumë. Dhe ime më sa herë bënde për shumë dhe një byrek në shtëpi, që a i ngeli petet e vogla, ose bënde dhe një lakror, se nuk rinde do. Se nuk jemi masu në kuzhinë. Se rinde do, dhe bënde një tamë vogla lakror. Të shojim pak, se është pjekur, bestoj, o të alëm që të pulloj. Edhe pak tradicional. Me petët e hapura vetë, se ka një... Edhe pak kara. Një debules për ëmbëlsirat, se dihet për pastiqerët, shefat e kuzhinës dhe që e njohin kuzhinën me detaje të imta. Patjetër, kështë nxehtë kjo? Jo, po e marrim kështu siç është. Pra, keku me karota, me ara, me rrushë të thatë, me lakër arme. Është e këndshme, është e lehtë. Servirim edhe qiqrat, sepse e solla Sokolin për të përfunduar më tepër dhe për të treguar të përfunduara. Unë do t'ju këshilloj që sa më shumë qiqra të promovojmë, aq më mirë do ishte. Po, sepse njerëzit, jo, neve unë i ha personalisht shumë. Po janë shumë të shëndetshme. Janë shumë të shëndetshme. Në një botë që përballet me obezitetin, me kolesterolin e lartë, kanë shumë fibra, proteina, bimore. Kështu që janë më se të shëndetshme dhe integronin në kuzhinë, në formën e gjellës, sallatës, bukës me qiqra. Edhe bukës me qiqra, që unë mbaj më të bukë me qiqra ka qenë një spektakl. Në përdasma, me që se më thede nga Korça, kare pogaçe e madhe me qiqra, e pyeta dhe dhuratën, faktikisht, a vazhdon ajo tradita, apo ka mbetur... Ose që ishte edhe qahia Gjirokastrës me qiqra. Super, faleminderit që na i solle qiqrat, mjaftueshëm është, ne shkëputemi për publicitet tani, do dojsh ta japësh pak, ja, kaq. Ja, më kaq është. Të këndshme, faleminderit Sokol, shumë suksese, faleminderit dhurata, përgatimet e sot, me ka publicitet rikthehemi me Bëje Vet me Stella Nikollën.